guys, welcome to Redline Talk Show. I'm here today with Iliana and our special guest është Angelina Nika, një ruajtse e zjarrt e vallës popullore, koreografe e komunitetit shqiptar, mjeshtër i madh gjithashtu. Përshëndetje, mirë se vini. Përshëndetje, mirë se u gjeta, edhe urime për këtë podcast që me të vërtet komuniteti jonë ka pas nevojë për këtë podcast. Faleminderit shumë. Dhe ju uroj shumë suksese. Faleminderit që je këtu sot. Duam të dim pak rreth nismës tënde, si ke nisur të karrierë, edhe na fol pak për veten, si filloi karriera jote në koreografe. Unë vi nga Tropoja. Tropoja është qytet i vogël në veriut të Shqipërisë. Jam si valltare kom nis 6 vjeçë. Pastaj nga që më ka pëlqyer shumë, prindëreja shumë, po më ka pëlqyer, marrova shkollën, u martova, u bëna me 3 fëmijë, pata dhe gëzimin që merrej me muzikë dhe e këngëtar, që kem krah djathtë. Dhe kështu fillum jetën edhe si çift, po edhe si prindër. Ishim në Shqipëri, mirë, erdhem në Amerikë 1991-shin. Në të njëshin keni ardhur? 1991-shin, po erdhem me koncerte këtu. Okay. Dham koncert, Amerika e bukur, patëm shumë sukses, u kthyem në Shqipëri. Pse? Se Shqipëria për ne ishte mirë, nuk erdhem me qëllim, erdhem me koncerte dhe mu kthye. Erdhem prapë 1994-shin, na pëlqej Amerika, me qenë se erdhem këtu, tham, pse jo, si artista që mos kemi probleme me vizat e me gjërat, po i fusim letrat për green card, që ti kemi për si artist, se atër ishtë një ligj që mundej me i bë, e na i fotëm na dolen, edhe u kthym prapë në Shqipëri. Pse se Shqipëria ishim më mirë atje na. Jeta është më mirë. Më mirë. Dhe 97-ën, pasi që ndodhe, si në çdo shtet, kur ndodhen këto trazirat, na morëm 3 fëmijë dhe u largu nga Shqipëria. Sa vjeç ishin fëmijët? Po tash fëmijët goca e madhe ka qenë 7, çuni 2, çunin kom lind në Shqipëri. Okay. Se e kom dashur e bë pura shqiptar. Pasport shqiptare. Tiranë. Se jetëshëm në Shqipëri pastaj. Dhe goca tjetër ka qenë 5 vjeçë në atë kohë, 4,5. Me 3 fëmijë erdhëm në Amerikë na. Te 2 mosh 3 dhe ju futëm jetës në Amerikë. Këtu nuk na pritën zyret, po ju futëm punëve ndryshme. Në atë kohë fillova dhe shkollën, John Jay College. Te John Jay pa ke qenë edhe ti. Okay. Bile këm pas një djalë nga Prishtina në klasë. Pak pas më ru shkolla, tha pse shqiptare keti. Dhe fillova punë, shkollë, përkthime në spitale, se pagushin pak më mirë. Full time nun, sikur tana shqiptare që jena të forta. Dhe një ditë bukur vje gëzimin në shtëpi. Dhe më thot, Angelin, ti du të me fillu me mësue fëmijët. Thash gëzem, unë e kom lanë vallën. Se 96 më vdiq motra, 34 vjeçë. Shumë e re. Që atëherë unë thash, s'kom e kësy ma. Se mbla 3 fëmijë, u mërzita shumë, thash, nuk kom e kësy ma. Marova vallën. Tha ti, unë e kom premtu dhe ti ke me shku me mësue. Thash gëzem, e kom lanë, mos më thuj mo. So kaloj një javë dhe më thot, ore e tha, unë e disë të kom lanë sot takim ty me shkuet e kisha katolike shqiptare, tha, keme dhe shkuet, se unë e kom lanë takim, tha dhe tis ma kthe fjallën. Unë isa hupa rrugën atë ditë, përfundim e shkova. Kur shkoj aty, thonë na, qa bëj, thash qa bëj? Unë e këcej. Tha, okej, tha, po, na kena pas, tha, do
mësuse këtu, tha, po veshën televizorin, e mësejshën fëmin, kjo valja këtu, i thash, s'po në me mua ashtu. Se ti kur mëso fëmin, atër ti mërri të shpia në i televizorin edhe mësojnë, janë regull. O këm regullat tjera. Ajo valle e parë si E kryoj vallen. Si e koreografe. Ti du ta kryosh vallen, ti mësosh fëmin. Sikur fëmija kur e mëso me hecë në fillim që e mban dhe hecë, kështu është edhe puna e mësimit valles. Sa atër bën të mësus. Dhe fillova të kisha ka 21 vjet që aty kom pas minimumin e fëmijëve kom pas 180. E sipër. Wow. Do më thënë ke 21 vjet që ke filluar te kisha katolike. Te kisha. Pastaj kom shkuar në 2015. Në 2012 kom shkuar, kom përgatit grupin e Anës Malit për pavarësinë e Shqipërisë, 100 vjetorin, i kom përgatit me 2 valle. Kom shku në Shqipëri unë me grupën Rozafati, kom përgatit, i kom ndonë gati, kur jam këthy më kanë thonë, hej, ti dhëtë me ardhë me na mësu fëmijët. Kom hapë edhe në Staten Island. Po. Shoqata Anës Malit, freskia Anës Malit. Po, pse kjo është e re, tani? Apo, e kom hapë në 2015. 2015, okej. Pastaj më kanë ardhë kraja. Okay. A mu me bo dhe për ne. Ja, kom hapë edhe krajës. Pastaj kom hapë në Brooklyn. Shtoj Zëvallet, grupin tjetër. Pastaj kena hapë në ka 10 vjet që është Albanian Youth Center, që vazhdon tjetë në Greenwich. Tash kemi në Staten Island, so për çdo ditë mundohem. Ti ja hapur në një grup në çdo qytet në New York me sa duket. A? Edhe Connecticut. Çdo qytet. Mundohem të la një gjurmë, Po. që këta breza të mos asimilohen. Po. Edhe të mësojnë, të dinë çka ka mësojnë. Si lindi dashuria jote për vallën popullore shqiptare? Si lindi. Unë e kom shtëpi në qytet në Bramcor. Në gjithë afër, domethënë Pallatën e Kulturës, ndoshta kam 2000 metra me hecë. Kështu që unë rrit në Pallat Kulturës. Të pani në mes, lodra. Po. Sa binte aty të shtëpia e dëgjoja, kështu që edhe babin e kom pas ka kërcyer në festival të parë të Shkodrës. Valltar. Wow. Në 88 unë shkova, ishe 4 vjeç, shkova në Shqipëri, edhe unë jam linë këtu. Festivalin e Gjirokastës së fundit unë isha atje në 88, edhe në hotelin ku ne ishim, në 5 e mëngjesit, krejt valltar ishin të bë practice, how you say practice? Praktik. Edhe unë në shkallë vetëm i shikova për njerëz që kemi parë në festival. Ishte shumë e bukur, në atë moment unë shumë e desha valltarin. Aty një dhe dashurie për gjuhën shqipe, për gjuhën shqipe, se te me sa ma mërmenja ti e 2 breze lindur këto, dhe ti e fletë shumë një gjuhën shqipe. Faleminderit. Tani, Angelina, ti ke Ansamblin Rozafati krijuar ti, apo ishen... Ansamblin Rozafati ka qenë i krijuar dhe ka krijuar Dom Pjetër Popaj. Okej. Po ti e pa asaj që e more në menaxhim. Po. Shumë mirë. Sa që ke kaluar shumë, po mund të themi sa të rinj shqiptar ke mësuar për me valle popullore? Me hamendje një numër. Domethënë shumë. Shumë sa. Tash më vjen fëmia e aty në valltarve i kam aty. Po në 2 breza pak e shumë. 2 breza po ja. 2 breza. Wow. Sa kur më vjen me fëmijë thëm fëmija, thëmë, oh my god, ku shkuën vitet, ku shkuën? Shumica janë lindë këtu, për këto fëmijë. Po, edhe fëmijët, edhe prindrit ju, janë si puna jote. Po. Toj pak, si ka reaguar komuniteti shqiptar për gjithë punën tënde që ti ke bërë me duke hapur këto grupet e reja dhe duke mësuar fëmijët? Komuniteti shqiptar më ka vlerësuar, është komunitet i mirë, po komuniteti jonë shqiptar du t'jenë më i mbledhën.
më i dashur për njëri tjetrin. Po. Se në qoftë se ju jeni edhe të vegjël, në qoftë se ju kujtohet një thënie Gjergj Kastrioti, si tha, gjen, merri tha këto shkopita, Po. edhe thejtha, edhe gjini kapi, i thejtha, po në qoftë se jeni të bashkum, ai nuk i thënë të dot. Kapi e thej një nga një të gjithë thejnë, kështu që edhe na, kështu jena si puna e aty në shkopive. Kështu që na jena në rast se na jena të bashkum, na mu i bojmë gjona shumë bukura, po e di qa kena na shqiptartë? Na ja kena i natë, nga i herë ja kena i natë edhe vetës në pasqyrë. Pas e s'kemi që t'i bëjmë. Po, dhe qëndrojmë pak të kjo pjesë. Pse nuk jemi të bashkuar duke kaluar gjitha ato vite tani, se pak a shumë, unë kam 27 vjet, ti ke pak a shumë njëtën kohë që në Amerikë. Çfarë mund të bëjmë ne si komunitet që të jemi më të bashkuar? Për shembull. Se ne themi gjithë ditën që jemi të bashkuar e ashtu, domethënë problemet tona ne i dim pak a shumë cilat janë. Për shembull, a erdha sot në këtë studio, Ervin? Po. Për shembull, unë e ju dy ju përgëzoj shumë. Ky është një zë i komunitetit. E shoh këtë studio, ju shoh ju dyve, ju kishit ditë sot ditë e diel, me shku me familjet tuaja, ju mos me harxhu kohën këtu. Po. Me pru çdo artist, me pru çdo shkencëtar, me pru çdo politikan, me pru çdo njëri të arritur që ta shohin suksesin e çdo njërit. Dhe televizion nuk janë hap. Nuk kanë hap, atë qendrën e madhe, televizion i madh. Po kështu e kanë filluar. Dhe pse për shembull na gjithë si komunitet me thonë, okay, le ta shpërndajmë, le ta ndihmojmë këta dy nismëtar që e kanë nisë këto. Pa di që mendojmë na? Po si e kanë bo, po si kanë gjeta studi, po pse, po që do me dalë ata? Po pse kanë bo ato? E kupto që e na? Po. Po. Atër na nuk mund të, po në rast se nuk mbledhem, më mbledh, jo më bo 5, e kuptore se këtu janë bo 4 mishë qata, një thot të në mëj këta, një jam për këta, një jam, edhe as vetë ata nuk e din qa donë, as vetë ata nuk e din, dhe më thonë, nuk është ajo që me thonë, hej, hajde mbledhëm mirë gjithë komuniteti, hajde ta zgjedhim mirë tim zgjedhim këtë rini, Ervinin, këtë, atë, ti shojmë qa kanë bukurat e këtyre, edhe me këtë na mund të bojmë diçka. Nuk e bojmë këtë na. A di pse se bojmë? Pse? Po se jena e zeza e vetit. Po si mund ta pastrojmë veten nga kjo? Apo është në gen thodi, nuk ikën? Kena në gen. Ja, pa është problem. Ndoshta fillon me fëmijë. Vetmja gjë që këtë mund ta ndrojnë jeni ju. Edhe fëmit. Edhe fëmijët tanë, po jeni ju. Ju. Ky brez juje, këtë mund të ndroni. Po, që shoh unë se është më mbledh ju edhe me thonë, hej, ju e marruet, për shembull, edhe mua, më thonë, ju e marruet emisionin tuaj. Na leni ne të mblidhemi dhe të bëjmë gjërat tona, që ky komunitet ta ndrojmë. Ne ju duhet me ndrua. Unë i them vajzës teme, për shembull, djalit, vajzë tjetër, i them, hey, është diçka, no, please, mom. Jo. Pse? Po jo, po së ka bëhet gjotët. Është e njëjta gjë. Janë të njëjtat fjalime, janë të njëjtat letra. Vetë i nxjerr nga sirtari dhe i përsëritin të njëjta gjëra prap. Do bëhet, asgjë s'do bëhet. Ka 20 e sa vjet që asgjë nuk është bërë. Po. Ka shumë e vërtet. Problemi që shoh unë, ose rreziku më i madh është që fëmijët tanë, po nuk kishim ne çik kokëfort që ta mbajmë kulturën gjatë gjuhën, ata kanë për ta asimiluar komplet edhe nuk do ta di më për Shqipërinë apo identitetin shqiptar. Dhe ky është një rrezik shumë i madh. Prandaj dua që të paktën gjenerata jon të jetë më i investuar te kjo pjesë. E shoh që edhe gjenerata jon pak a shumë ka hequr pak dorë tani edhe është fokusuar vetëm tek gjëra që bëjnë lekun, ke parasysh të ngrenë një biznes, të bëjnë të mirë, domethënë vetëm te çështja ekonomike, po nuk është vetëm çështja ekonomike. Është shumë për mendimin tim problemi i madh që do kemi ne si popull,
si komb është që ne s'do lëm dot gjeneratat e reja të kenë identitet Do shqiptar. asimilohen. Do asimilohen Do komplet. asimilohen. Edhe këta që mundohen që thonë, o na do mojmë traditën, këta e bojnë për lek, nuk e bojnë që do e mojnë, se s'din me e mojt. Nuk diti me e mojt. Unë mendoj se fillon me muzikë edhe vallëzim. Pikur jenë të vëllgji. Të vegjël, po. Të vëllgji, po. Se ai, unë për shembull, unë pa e nisim më veçanë se unë jam në këtë e nis për shembull me vallën. Si mund t'ja mësosh ti fëmijës vallën në rast se ti nuk i kallëzo? Çfarë kostumi ka? Çfarë papule ka valla? Nga vjen ajo valla? Historikun, po. Historikun, ti du t'i tregosh çfarë është ajo herë. Se s'mu i thuti, hajde kthejmë vallën e Tropojës. Po. E paven postën? Po. S'kthehet ashtu. Ti du i tregoj ku vje, nga vje ajo. Kush është ajo? Qa kostumi është ajo? Tash Ka kjo një ka të bëjë histori. edhe me shkollën. Edhe me shkollën, Domethënë shkolla është shumë e rëndësishme. Shkolla janë- shqiptare që janë komunitet, janë bëjnë goxha punë, po nuk mendoj se marrin atë suportin e dur. Nuk e morën. Se morën. Miles edhe njerëzit thonë kur vjen puna për të paguar një pagesë modeste për fëmijët edhe ata e kanë problem që s'duan ta japin. Po aty ne tash unë nuk ju vaj se s'din për çan ka i pagujnë. Si pagujnë, po s'din pse ka i pagujnë. Nëse është çështje tjetër, pastaj po duhet, shiko. Pse? Du të me marrë edhe njerëzit që din me po punën në vëlla. Po. Nëse aty është problem më vete se ne nuk kemi kontroll që në kuptimin kesh një standard, se tani çdo një person e ka nisur sipas mendjes vet. Nuk e se ka një trajnim apo një protokoll që ndjek që është e kontrolluar nga shteti, po gjithsesi prap ajo vlen. Vlen se mësojnë gjuhën, mësojnë historinë, pak a shumë, edhe mësojnë kërcimin. Aty duhet një Shë, Gzim Nika këngëtar. Po. 40 vjet kam me Gzimin. Po tash unë nuk muj me kënu si Gzimi. Po, normale. Ndahen gjërat. Po. Ndahen gjërat. Kështu që këto duhet i kuptoj njerëzit. Po duhet me mbledh gjërat që duhen, për shembull, unë kam vallën. Ti ke politikën, ti ke shkencën, ti mbledhim gjërat më të bukura, ti mbledhim bashkë edhe këshues komunitetit, të mbledhun. Po s'qe mbledhun, na. Po dulem me shitmen, unë e këtu, ti aja, na s'kena me bëha si gjokur. Na do ngelim këshu. Edhe do lodhe njerëzit, edhe këto brezat të shkojnë ty asimilu. Pastaj do thonë, ku më shku, që na duhet. Ka filluar që të asimilohen. E shofun që ka filluar. Fillon ke prindit, se kur unë ishe vogël, mami me babin gjithmonë ne kemi pas muzikë shqip në shtëpi. Edhe kemi dëgjuar Gëzim Nika, burit tënd, Ilir Saqiri, Shyret e Beluli, Shkurta Feza, krejt këto, edhe në atë kohë, kur ishte nënda e të sa, krejt ato këngët ishin me kuptim, ishin me histori, edhe babi tim gjithmonë na ka dëftohë historinë. Edhe mami tim na ka mësuar si të kërcejmë. Edhe për ne të shtunën të diellën ne nuk kemi pas shkollë këtu në New York në atë kohë, po kemi pas shkollën në shtëpi. Fillon ke prindit. Ke prindit. Edukata fillon në shtëpi. Një shtëpi që nuk e ka edukatën shtëpiake, sa do të mundohem unë nuk më ia dhon atë edukat. Se fillon në shtëpi. Se unë i këndo prind që thot, bërë ti fëmijës tem, jo, ti do t'ja japsh edukatën e parë ti, pastaj unë merrem me punë kërcimit. Po s'mori vesh bërë ti, po nuk i bërtaso. Se ti do t'ja japsh atë edukatën se si të sillet mirë, pastaj ato tjera t'ja japon. Aty filloi edukata në shtëpi. Ti je nga Dibra, a? Nga Dibrës madhe, po. Ca e Polishin. Si ta? Ca e Polishin, këngëtaren, të Dibrës. Erdha nga qyteti në fshat. Kom nus në vlajt. Po? Se në përzim me Dibrëna. Okej. Angelina, përveç vallëve që u mëson fëmijëve, çfarë vlerash tjera përpiqesh të mësosh këtyre fëmijëve që? Fëmijëve përveç vallës i mësoj edhe pak nga historia. Okej. I mësoj pak nga historia se kur fillova në fillim, kishim busin e Nën Terezës, edhe të Gjergj Kastriotit, edhe i them, kush është ky burri? Një fëmijë, dhe thotë,
ky burr tha Gjergj Kastrioti, që ka bo, ky ka ardhur në Amerikë. Dhe nga aty e fillova tash që tregoj këtyre historisë si ka ardhur, kush është ky, kush është kjo, si është historia e Shqipërisë. Pak nga atëherë filloi që t'ja u futi pak më në qef, unë ja filloj me vallën. Po, Për shembull vallja i them vallja e Dibrës. po. Edhe e lidhi me pak histori, vallja vje burnore, pastaj vje kështu, pastaj eleganca, pastaj kjo dhe nga ajo, do të thoni futet më në qef, edhe e di çka ka kërce. Pra ata Rozafati ka hec, se ja ku Po, mësuar. prandaj kur kërcejnë me zemë, shpirt. me shpirt të kërcejnë. Është shumë e vërtet. Ti ke punuar me shumë shoqata apo temi organizata në komunitet. Na thoj pak çka ke mësuar duke punuar kaq afër me këto shoqata shqiptare. Kam punu me shumë shoqata, këto shoqatat Ose si ka qenë bashkëpunimi me këto shoqata që ke punuar? me shoqat në Anë Smalit, në kohën që kam punu me ta, ka qenë Emi Salaj, ka Okay. qenë presidente, ka qenë perfect. Aja ka ditë qa ka mëson në gjuhë shqipe, qa ka mëson në valle, në histori, ka ditë qa ka bo. Pastaj, mrapa une, kur ra puna e koronës, e kështu jem largue, nuk jem ma në ato shoqata, po ashtu edhe me krajen. Deri në atë kohë kanë qenë mirë, kanë aktivizue, i patën punë të mirë, tash ta thënë drejtën nuk e marrë fort me ta, po i shoh që dalin, thonë valla Ulqini e kësa Shqipëri e mesme, Okay. jenë në vete. Po. Inshallah merren vesh me njërin tjetrin, se si puna e Shqipërisë janë edhe të rgjatat. Po. Flasim çik te kjo pjesë. Ti e di shumë mirë që unë kam qenë pjesë e komunitetit dhe kur flasim për shoqatat, akoma më duket sikur kanë kaluar gati po thosë 30 vjet, edhe shoqatat janë po aty ku kanë qenë Aty, kur i nuk mbajnë kanë mend lëviz fare. atëherë. Më mentaliteti akoma vazhdon të jetë me të njëjta problematike që kanë kaluar dhe akoma i vazhdon të kalojnë. Pse vjen kjo? Kjo vjen se don me dal kur shumë i pare. Thash pra, Okej, po kur shumë i dakord. pare. Pse ti? I du që e mun. Po kjo është pra ata nuk ecin nga shqiptarët. Se vjen një kohë që thot, unë për shembull nesër, unë e kam mësuar djalin. E kam mësuar djalin që deri nesër ta mësojnë. E kam pas asistent. E kam pas edhe një asistent tjetër që ka qenë Erogen Gjoka, i talentuem edhe thosha inshallah po e vazhdo. Që ati mund t'ja lesha, se e disha se e di historinë, e kom pa mësuar nga ana artistike, koreografike, kom pa pregadit. Po, ai shkoj, marrë shkollën, flas çdo ditë me ta, he's doing great, ka bo PhD në Columbia University, pavarësisht se s'del me vun tabela e kështu, po është shumë mirë. Dhe thëm, deri nesër do e la, po ku ja le? Po pra. Se kanë me degradue. Kjo është problem tjetër. Ajo është problemi, se Po. gjunaf. Po nuk thëm që do ta maj, po jo s'do maj gjithmonë. Dhe alshoj dikuj, po. Po. Tu mi alshoj dikuj që mos qa kompru unë, mos alshojnë për tokë. Po nuk e Se për pikasur shembull, në një të që ta vish- trajnosh? Qa kom pikasur që ta trajnoj, jo mundu që me fillu me trajnu pak, e kanë, pasi kanë nejtë për shembull 2-3 vjetë, kanë thënë, tash na shkojmë në our own, fitojmë na. Po. Nuk e kanë atë që më thonë, hey, unë jem ka bëj këto që bëj diçka për këta, jo për vete. Po. Kjo është ajo që mu më vje gjunas. Për shembull, ti të vish sot të Rozapati, ti as ansambli i shtetit nuk i ka ato kostume. Si kena ble, na i kena aty. Po të njëjtën gjë kena fillu edhe në Staten Island. Po. Do më thonë, blejmë kostumet, kena ble kostumet originale Dibrës. Kom fillu vallën e Dibrës. E pa, shumë bukur. A di që do më thonë ajo? Pi është një kostum të vallën e Dibrës, se a di pse se njëherë kemi qenë një paradë dhe më kanë ardhur me vallë e Dibrës me Dodimia ka bënë shikoj thëm, nuk e vallja Dibrës. Vallja Dibrës.
valja e Tropojës, valja e Kuksit, janë do valle që ti nuk mu me preken ta. Se sikur për shembull, por që na, se sikur hy valja e Tropojës në UNESCO, do të me hy edhe valja e Dibrës në UNESCO. Me qëra lafi, valja e Tropojës tani hyri në UNESCO apo jo? Po. Do na thuash pak për të si ndodhi ato? Valja e Tropojës është kërcim i lirë. Dhe në atë hyrje të UNESCO i kom ndihmu dhe une, kom që materialet e mija, une kom bon 145 vallet mijat, krim të rritë mijat. Kom bot Tropojës, kom bot Dibrës, kom bot Dardhës, kom bot të Malsis, kom bot Kuksit. Të Kuksit po, kom bot Jugut, Shqipërisë mesme. Dhe më thonë nga çdo vend çamëris, nga çdo krahinë e Shqipërisë. Dhe profesori jem, tha Angelin, thirrem, tha, do mundohem që ti vallën në UNESCO. I thash, okej, në rregull. Çat mirë ashkina, nëse po, tha ka të mirë për Tropojën. Okej. Thash, okej. Kom marrë që kom pas vallet Tropojës. Kur kom shkue, si më falë se për e këputi, kur kom shku në 2012 në Shqipëri, bile Agron Lakaj që e përshnes shumë. Kish bë një që kish thonë që erdhi Angelina Nika edhe për solli, kur kish në harru vallën në Shqipëri, erdhe solli 2 vallet Tropojës, me rastin që hy në Shqipëri në vallja e Tropojës në UNESCO. Kom shku me grup në Rëzafati në Alpazar, e kom qu këtë grup që ka kërcyje dhe tha, a e di tha moj vaj se këtu e kanë harru vallën shqiptare? Po, është problem tjetër në Shqipëri, nuk është se praktikojnë shumë. Tashi është fut që shkojnë dasma, e kanë fut, tashi u fut ajo. Po atëre kishën harrue. Harrue. Edhe qa kom bë vallet Tropojës, ja kom quë me fotografi, me video, me gjitha dhe shqyqyr zoti u fut, po pse mos të futit edhe Dibra? A ka gjama valle më të bukura se Dibrës? Nuk ka. Pasoj do futen, tash ai sa të hapet dera, pastaj kemi valle plot për ka futën në UNESCO. Ka veç një Angelina Nika. A ke mendu të bësh një shkollë vetëm për mësuese si ta din edhe historinë, edhe këngës, edhe çfarë veshje, krejt vallet, si të shpërndahen tamam krejt këto organizata të bëjnë një kurs. Po. Kam një klasë vetëm posafat vetëm për këtë. Unë sot në shtëpi timen i kam më shumë se 45 kostume, 45 palë kostume, gjitha krahinave. E kam mendu edhe ato. Po edhe pak. Okay. Edhe pak, të jap edhe pak kohë vetës, po kam shumë qef që mirë këta breza, që ti mësoj, po kam qef të hapi edhe shkollë për gratë. Po. Që ti mësojnë edhe gratë. Se shkoj për shembull. Mund të jemi pari. Shkoj në dasma, kur shkoj nga herë, nuk shkoj shumë. Ose në festa grashe, kështu i shoh që njëjtën stil po e kthejnë. Pse mos ta kthejnë Kuksin? Pse mos ta kthejnë Shqipërinë e mesme, sikur kërcehet? Pse mos ta kërcejnë Tropojën që edhe gruaja tjetë e lirshme dalin kërcejnë për qef, mos njihet fare. Edhe kur i shoh kështu më thot, kur po na mëso? Okej, pse mos ta hapim ata? Edhe të mblidhen gratë, e të pini kafe, edhe të kërcejnë aty çat donë, edhe pse jo? Pse jo? Jo, kjo është shumë interesante, për mendimin tim është, siç edhe ti, nuk është vetëm çështja të mësosh hapat për kërcyer, po të mësosh historikun, veshjen, edhe historikun. Edhe cila është historia e kësaj valle, ajo të bën. Më fal, ta din që kur vesh Shqipërinë e mesme, nuk veshet atletikja. Ka kpucën. Ta din që kur vesh fustanellën, nuk cet Tropoja me fustanell. I kanë janë ndame. Po. Kanë bukurinë e vet, kanë lezetën e vet, kanë muzikën e vet, kanë taktikën e vet, kanë lvizjet e veta, kështu që këtu ti ndajmë, tu ta dim çfarë ka veshën. A mendon se komuniteti shqiptar këtu suporton to iniciativat të anës kulturës si t'i mbajmë sa më shumë gjallë sa të investojmë të kjo pjesë? Jo. Apo ka pas mungesa sipas te? Ka pas mungesa. Më shumë e mam kanë ndihmu prindrit. Kur është bërë diçka që
Na për shembull kena pas nevojë për kostume, kështu prindërit kanë qenë të parë që kanë thënë po. Apo nuk e pas shumë nga shoqata që të suportojnë këtë pjesë. Jo, a di çka kanë shoqatat? Po. Apo vjen që kena këtë koncert apo na I bie fëmin Po. këtu. Edhe deri tash jem lodh, tash nuk I çoj më. Nuk kupi kohë mama styne. Sa gjëna dhe për fëmijët. Merre fëmijët, shko vrap atje, shko atje, o gjëna dhe ata në atë kohë të pushojnë. Jo, domethënë ne mund se ne kishim grupin Rozafatit e Dasmanjon, nëse mba mend. Edhe kjo është diçka që Liliana e ka pas më shumë fiksim. Po, se unë kam pas ëndër, kur isha 4 vjeç, kur isha në Gjirokastër, të jem një pjesë ansamblin. Edhe nuk u bë realitet për mu, se isha në Amerikë, nuk ka pas këto shkollat, edhe nuk kishe mundësi. Po thash për dasmën, ta bëj realitet. Edhe kam bjerë grupin tënd në dasmë, edhe ne kemi besedu çfarë valle, unë dëshja pi krejt krahinet, njën nga Dibra, njën nga valle mesme, njën nga jugu, edhe u bë shumë bukur. U kënaqën krejt. Ja, aty ne kemi marrë shumë komplimenta për atë. Nuk e di, bëhet kjo praktikë në dasmë shqiptare? Ka filluar të hapet? Këtu ka filluar, po unë nga që ka shku gjithmonë gëzimin dasma, shkon dasma, unë I kom të mërë dasma. Edhe për ata I thëm jo. Nëse kjo duhet stimuluar pak për mendimin tim. Se vetëm aty mund shohim ka shqiptarë që nuk e prekin fare këtë anë të kulturës, a? Edhe besoj që aty mund ta prekin pak këtë pjesë të kulturës shqiptare. Është gjë e bukur, po problemi me ditë që e ka bë. Se s'ka gjë më bukur se me hap dasmën rivalle shqiptare. Po. Është ose në mes dasmës me bë 2 për shembull surprizat bukura. Jën sa gjërat bukura që mu me bë Dibrën, me bë Shqipërinë e Mesme, për shembull, është burr nga Tropoja, gruaja nga atje, mu me bë dhe ato. Për mua, si koreografe, unë kam shef për shembull kur më jep kohë. Që thua, okay, I duhet 2 valle, nga I do. I duhet Dibër, Tropoj, po më jep kohë që ti ndroj. Që mos të fusun e Tropojnë me Dibër, me kostum Dibër, ose Dibrën me kostum Tropoje. Ajo është për shembull, ato e kam më pikën më dobët. Ti du jesh korekte në gjitha aspekte. Unë jam 2 surpriza. Unë jam shumë korekte në këtë gjëra. Kem shkuar grupi Rozafati ka qenë në festival Gjirokastrës. Më thonë, ka bëhet festival Gjirokastrës, lutem, so morëm pjesë në festival Gjirokastrës. A ka pas gjë më të bukur, so I bëm gati, dulen në skenë dhe thash do dal që shoh përpara. Edhe më kish kap një fotografi e ulën kom kryq, kanë filluar performance, e kanë marrë edhe në ty qajt ty pa. E di si kanë dalë, as ansambli nuk ka dalë më bukur se këta. As I gabim, more as një gabim. Bravo. Kur këm dalë jashtë, I thash hajde, se ju bërtit edhe thash hajde që përqafaj. Më tha kjo Brikina, një valtar ansambl të shteta, na morin qafi, thash pse? Sa të edukumi ketha të këta, I thash të gjë, këta kanë qef me lujt e kësho, thash, po kur vje puna që hypin skenë, thash, këta janë të përpikt. Po. Je mësuese e rep, Angelina, me qa tipi e kur? Ja, I dua. Nuk e se u vërtet. Kur punoj, ja, dëgjon, kur nuk ju kom bërtit. Dhe më thonë, mërzitem, kur nuk e marrën seriozisht, po këta fëmijë janë të mirë. Fëmijët në Amerikë janë të mirë. A di pse? Se e don artin, e don vallen, edhe në moment dhe më thonë që është si të mërzit, vjetë për që a fatër në palë. Nuk janë si ata shqiptarë Ja, për shembull javën tjetër, si pa ta hypë makine ka iki, vesh më vje jama, më thot, zysh Angelina, I thëm, më thash se harroj diçka, tha, a ka mundësi me dalim më përqafu pak vajzën, sa ka qaj, thash,
Ka që për që punë të vitabi të shpia, moj. So, këta fëmijë unë i du kështu pa limit, si janë shumë të mirë. Cila është ëndra jote për brezin e re shqiptaro-amerikan kur bëhet fjala për identitetin kulturë? Ëndra jeme është që këta fëmijë ta ruajnë këtë identitet, këtë kulturë që kemi se kena shumë të mirë. Ta ruajnë që na ka dhënë Zoti, se nuk na ka falë kush, këtë kena tonën. Se po e humbëm këta, mas 2 brezash, s'ka me ditë kush që kena pas në ma. Andra jeme është që këta me rujt, me pasurue, më tepër, kjo është ndrejme. Po, flasim të këtë pjesë, ke bërë në një hap konkret për të, që se theve pak më parë që kur i ki unë do t'ja lësh dikujt. Do të punosh pak të kjo pjesë të mund që të krijosh pak të 2-3 persona që të vazhdojnë të mësojnë brezat e ardhshëm. Thash kom su djalin, edhe kom edhe një vajzë që po mundohem me mësua. I kom 2 vajza, kështu që po mundohem me po pa ju ranë sy që po mundohem kështu anash, se tash kur i thu direkt, i hy veqja pak në qef. Kështu që këtash po mësohem indirekt, edhe i tregoj, kur i mësoj për shembull që në festival bëna një vallet valja zanave. Edhe më tha, qa të rego kje valë, tash të gjë. Zanat kanë qenë, zana e kena thënë vajzave të bukura, i lire që kanë shku në malë, lullet, edhe ja shpjegova si valle, si pabulle, si këto, edhe thash kur e ve vallet, du ta dish, edhe fillua ka ja shpjegoj. Edhe më tha, do më shpjegosh edhe për tjerat, thash, kadales. Erë tjetër tha, po psi ka ja shpjegoj kësaj, thash, po ja shpjegoj që ta din, po deshe me mësu dhe ti, hajdese, edhe ty ta mësoj. Edhe i shot ashtë cila është me, edhe cila kush sillet mirë me fëmijët. Se ve edhe në provë pak të fëmijas. Pa, do kesh edhe një stil komunikimi. Po pra, bëj edhe si stil pak. Ke do një projekt apo bashkëpunim të ri? Kom, i projekt që kam në do bëjmë së shpejti, do bëj një koncert. Okay. Do sjell edhe valltar që i kom pas të vjetër, të më thonë të sjell valltar që i kom pas, do bëj vallet më të mira të mijat, do i bie për 2 orë koncert. Shumë bukur. Të mbledh gjithë valltarët më të mirë që i kom pasur në gjatë gjithë kohërave të mia. Ku ta bësh? Apo s'ke vendos akoma? Po do shikoj, ose ku bëjmë festivalin, ose do gjoj një sallë tjetër të madhe. Duhet të jetë e madhe, se ka shumë njerëz që të vinë. E do bie gjitha krijimet e mia më të mira që i kam pas. Pra unë i bëj me ata, për arsye se nuk du që të ndrojnë kostumet, kështu që i kam gjitha kostumet gati, që të bëj. Shpresoj të jetë një koncert për çdo vit. Një festival çdo vit. Flasim pak për festivalin që bëhet çdo vit, pak a shumë që ka filluar, nuk ka shumë që ka filluar festival që bëhet në Bronx, me gjitha që marrin pjesë, gjitha festival, ai është festival, ai ka 34 vjet ai festival. Po për festivalin që bëhet, që the ka 34 vjet, ka ecur ndonjë çik, se nuk është se e kam ndjekur dy herë, por nuk është se më për shembull vjetë kishim shumë mirë, e bëm vetëm me çeftelia, me fyll, me lahuta. Ka qenë diçka më ndryshe. Kishim edhe polifonin e sollëm nga këngëllave. Po, nga Boston. Po, tash këtë vit do bëjmë diçka më ndryshe. Akoma si më mbledh, domethënë do shpejt të mbledhemi. Kush është pjesa e asaj që organizon? Kisha Katolike, qendra Nën Tereza. Okej. Këtë vit do mblidhemi, që mblidhem mbledhje, bëhet një bordë e madhe. Ke pjesë e bordit? 30 vjet, po. Okej. 20-30 veta dhe i zgjedhim programin, zgjedhim. Shumë mirë. E bëjmë me vota. Sa grupe ka zakonisht që marrin pjesë të këtij festival? Vjet kena pas 400 artista. Wow.
400 artista? 400 artista. Po artista është kuptoj. Balltar, këngëtar, artista, ta nuk janë profesionista gjithë, po amator plas. Po. 400. 400. Wow. Shumë numër i madh. 400. Nga vetëm New York apo kanë ardhur nga rreth? Kanë ardhur nga Boston, kanë ardhur nga Detroit, kanë ardhur nga i herë, për shembull, ka pas vite që i kena pas edhe nga Ulqini, grupin e Vallë nga Ulqini, tash nuk e di, edhe një gjë tjetër është ka shumë mundësi që do na vijë edhe një grup vallësh nga Shqipëria. Okej. Po ato më mirë s'po e flas. Surprizë. Surprizë radhës. Po shumë më bën qefi. Kemi, domethënë, flasim për Amerikë të paktën. Përveç The Rosafatit që ka marrë pjesë në festivalin Gjirokastër, ka grupe të tjera nga komuniteti që dalin që New York? Gjithë Amerikën po flas. Po, është edhe grupi i Detroitit. Okej. Ajo udhëhiqe nga Joli Paparisto. Okej. Që është kolege shumë e dashur e imja. Asaj them kolege. Po. Dhe bashkim braus në Boston. Edhe ata janë grupe të mira. Kështu që ata janë grupe të mira dhe janë të përgatitur. A bën një konkurrencë, shohim kush është grupi më i mirë në komunitetin shqiptar? Jo, a di pse? Pse? Se unë jam shumë shok me ta. Jo, po s'ka lidhje. Edhe kur takohem na, nga që na jena shumë shok, i kena bë dhe valltart me qenë shok me njëri tjetrin. Mirë, nuk po flasim në atë, po e them në mënyrë simbolike. I ndajmë gjërat na, di pse si i ndajmë, për shembull them Joli rrin në Shqipëri të Mesme. I thon Bashkimi Trikaç Hamëria Jugu. Po. Tropojnë i thon me konfirmë nënë, kështu që i bëjmë gjërat. Po. Merrem me varme. Ka pas një festival me Kreti? Kem pas festivale, shumë, gjitha festivalet vinë, po kem pas para ndoshta 8 vjeç, 9 vjeç, kena kthyer të trend skin. E ka hap me Jug, ka vazhdu Joli me Shqipëri të Mesme, e jem futur me Tropoj. Pastaj kena mbyll të tre bashk. Do thonë që na i tregojmë studentave që na jena shok. Kështu që ju dytë me qenë shok, edhe një ditë para festivalit na mblidhem të tre, mbledhim edhe grupin, edhe bëjmë provat bashk. Bravo. Bëjmë bashkëpunime bashk. Shumë e bukur kjo pjesë. A mendonin të bëni një, po ta quaj një festival në rang kombëtar në Amerikë, flasim që për shembull nëse ti je në New York, një vit e bën në New York, mblidhen gjithë grupet vetëm apo sa fat vetëm për këtë. Pastaj ti shkon në Boston, mblidhen gjithë grupet në Boston, dhe aty mund të krijosh edhe një si tip, po ta quaj festival. I kena bën përpara. Po që të bëhet çdo vit. Po nuk e di pse nuk. Që të traditë që të vazhdoj të bëhet. Nuk u bën. E pa të fillu Joli në Detroit. Po. E bani 1-2-3 vjet. E pa të fillu bashkimi në Boston. Vetëm që marrim jena na. Po. Se nuk e kena shkput fare për sa ata nuk e bëjnë më. Ata nuk e bëjnë më, nuk komuniteti. Po ata vinë në New York kur bën? Gjithmonë. Okej. Gjithë ata janë të parë, domethënë, kur futet lista, Bashkim Braho, Joli Paparista janë të parë. Po si mund të si mund të bëhet në një kur të jetë tamam një eveniment që edhe ka për dhe përfitime, domethënë që ato lekë që mblidhen aty mund të pastaj ndahen për gjithë grupet që të jetë një si një shtys për komunitetin. Ajo do ishte e bukur më po. E kuptoj ku të ngrihet një buxhet apo stafat që bëhet festivali kombëtar po ta quaj kulturor, një emër, nuk e di. Ajo do ishte i bukur. Edhe mblidhen gjitha grupet, edhe çfarë lekësh që mblidhen aty, sponsora që do jenë pjesë, të bëhet tamam si një aktivitet me televizor, me gjithat që të përcjellet siç duhet, e ke parasysh. Ajo është më gjë më e bukur. Edhe çan mblidhen pastaj ndahen gjitha grupet si po ta quaj në mënyrë simbolike që marrin një çmim edhe normal se duhen ata një iniciativë, duhen një se mund ta bësh pasioni të çon deri diku, po duhet kesh edhe motivim nga komuniteti, ke parasysh. Edhe ne këtë ta bëjmë, mendoj unë që është diçka duhet të punojmë pak te kjo pjesë. Ajo duhet ka shumë nevojë. Po kush ta bëj tha? Ja, pra ti në fushë. Po sa do bëju, se hëm thuaj.
Nëse qeveria shqiptare Qeveria shqiptare harrojnë mos. Nëse qeveria shqiptare apo e diasporës mund të bën një gjë për të ndihmuar punën tënde, cila do të ishte ajo? Me hap një qendër kulturore artistike këtu. Tani Që të mlidhen Po. gjithë shqiptarë në një vend. Të bëjmë vallën shqiptare aty, të Edhe bëjmë këngën muzikën. shqiptare aty, të bëjmë gjuhën shqipe aty. Për këtë vuajmë ne. Angelina, e disa vite po përflitet për atë qendrën kulturore e Që kur komunitetit. s'u Jo, besoj do hapet. Problemi që kam unë, ajo mund të hapet, po si do menaxhohet? Aty është problemi më i kemi ne. Mora që ajo nuk do hapet. Jo, do hapet. Nuk do hapet Ta ajo. garantoj do. E vetmja që u hap është që po e hapin anë e malit, që e bën me buxhet vitin. Që e kanë Po ajo në filluar Stanellan po po. thua. Po ja, nuk është. Ata e kanë bën vetë. Po bën Mark Gjona, po bën komunitetin në Bronx, qendrën kulturore në Bronx. Kur? Po ja, do hapet. Kështu na ka premtuar që do hapet. Po ka vite që ka shpërptu, po. Tashi. Dëgjoj. Inshallah hapet, Po. po kur do hapet? Okej. Pastaj është ajo. Me duket edhe Struga ka hap një Ja? Strugan, New Jersey. po. New Jersey po Se ka e ka hap e madhe, shumë grupi bukur i ishte. Strugës vinë në festival. Po. Dhe a i përgjithësim, tha se më patën ftu në festival, por nuk kishë mundësi se kishim koncert këtu. Edhe më tha që please hajde shikoj, tha sa bukur kena. Edhe do shkoj ta shoh një ditë. Po. E kanë hap qendër kulturore. Është e madhe, kam është e dëgju bukur. se është shumë e madhe e bukur. Tash ta shpjegojmë pak kur thua qendrën kulturore, çfarë konkretisht kërkon të ketë Te salla qendra për të kulturore duhet kërcyer, ketë ketë kinema, sallë. po. Për me kërcyje. Okej. Sallë me mësue. Okej. Sallë me mësu muzikën. Se nuk mësohet muzika se edhe fëmijët po mësojnë muzikën mrapsht. Me kënua. Okej. Du të ketë, du të mësojnë që të fillon me piano, edhe të mësojnë këngët e bukura shqiptare. Me kuptim. Po nuk janë këngë bukura shqiptare të kalali shpirt me të në fëmija 4 vjeç o burr. Nuk janë këngë ato. Po përveç asaj duhet edhe një sallë me karige që të përshfaqet. Po, Auditorium. Auditorium, po. Auditorium. Pse për shembull na du të shkojmë diku me marrë sallë me qira kur të kena një koncert, që na mund ta bëjmë atë çdo fundjavë. Po. Mund mlidhet rinia me pa një film shqiptar çdo fundjavë. Pse mos ta kem tonin? Na mund ta bëjmë teatrin, mund ta bëjmë teatr. Po. Mund të mësojnë fëmija me a disa artista shqiptari kena? Po. Nëse kjo kërkon një buxhet më madh, se nuk tani. A më tash, a do me bëj qendër ti? Shik, Pse mos me mbledh rinin aty me pa një film me ditët e rini, me ditët e shqiptarët, me çfarë artistësh ka pas Shqipëria ore? E di se. Patë pse ata me ik? Vdiq Margarita Xhepa, nuk i pash një rini shqiptare ka thot pushon paq, o artiste e madhe. Nuk e njefin kush është. Pa ka gjë më gjëna që me shkua, jo pa e njoft kërkosh, pa e njoft brezat. E kush ka qenë ajo? Jo, përveç kur thua rini, ti ke edhe gjeneratën tuaj që nuk paka shumë nuk s'ka dhe shumë interes ajo pjesë. Patër, pse mos me njoft? Pse mos me njoft? Pse mos me njoft këngën shqipe, o vlla? Këngën shqipe, jo tallaba. Kënga shqipe, tamam kënga shqipe, aty filloi edukata e muzikës fëmis. Po jo, çot fëmia 4 vjeç të kalali shpirt, po çfarë shpirti? Çfarë edukati ka jep fëmis aty? Kultura e re. Kultura e re. Nëse kjo kërkon një buxhet shumë madh, po gjithsesi është që Jena, a disa shqiptar jena na? sa jemi? Sa dush. 1 milion jena në New York. Ja. Po më New York, e New Jersey, e Nuk Canary. jemi 1 milion në gjithë Amerikën, po. Po jo me gjithë Amerikë. Po. Kush ka sa shqiptar, ai numërat aty.
Jo, sipas statistikave që thuan, se nuk Po, jemi Those are the stats that are actually documented. Yeah, and there's- documented, yeah. Por, sikur na të bëjmë secili, se une në rast se jap diçka, unë më ka jap për fëmin tem, për fëmin e fëmijës tem. Po, dakord. Atër pse? Jo, shiko, problemi jonë është që ne nuk organizohemi dot. Edhe ka qenë problem historik ky muhabet. Po që kemi resurse tamam, po, mund ta bëjmë. Po problemi është kush do ta bëj? Se duhet një lider të kjo pjesë që të mbledhë komunitetin. Këto kena problemin na. Sa ne nuk Se s'kena jem dakord kush është Ta lider. lidera punojnë është për vete. Po pra, ne s'kemi Duhet një lider për komitetin. Lider, ka lider në komunitetin shqiptar tani? rodin, asnjë, Asnjë? asnjë. Se ti ke vite që merresh pak a As shumë e i njeh lider. gjithë aktorët e komunitetit shqiptar. Si lider, Seriozisht asnjë? asnjë. Gjysmë të paktën? Ata si janë lider, janë tërheq në heshtje. Bom, janë largu se kanë pas së gjaja punë, janë largu, tak, edhe rrinë punë vetë në heshtje. Edhe ata tamam që kanë bë për komunitet, ata tamam që kanë bë për komunitet, ata që kanë bë për Kosovë, ata që kanë bë për adetari, janë tërheq në heshtje. Po. Po pse? Po, Edhe pse Nëse mendosh vjen, ashtu? pse Edhe mendon? është shumë sad. Se kur e bë diçka me shpirt, lëndohesh Po. dhe Nëse më largohesh. ka ndodhur edhe mua në fakt. Lëndohesh dhe largohesh Po. në heshtje. Gjina. Është, shiko, se e kam kaluar edhe unë atë pjesë, po mendoj që ajo varet edhe nga njeriu pastaj, se vjen një moment që edhe duhet i vësh shumë faj komunitetit. E ke parasysh se Po du të me hapë sytë komuniteti, me pa qa e mirë, qa e keqe. duhet i hapi syt, po në njëjtën kohë I think është një çik çështje personale e pjesë, se ka njerëz që e presin mirë atë, ose thonë, ok, unë do vazhdoj gjithsesi, se unë e bëj për veten time, unë nuk e bëj për sy e faqe që themi ne. E kupton? Ka dhe njerëz siç edhe ti që lëndohen, tërhiqen, edhe thjesht në heshin e tyre punojnë ose lën fare, ne që dorë domethënë, nuk Unë jam nga ata, nga cilët. lëndohem të rriqem edhe shdukem. Thom, you know what? Është pse të harxoj energjinë, pse të harxoj kohën, pse e bana, se jeta është shumë e shkurt. Po. Nuk vje dy herë. Edhe pse ti po ma merr kohën mu, pse po ma merr energjinë mu atë. Kush ta dha ty? Zoti o një. Ma jep jetën mu, ma jep jetën ty. Ta marru jetën ty, ta marru kohën ty, ta marru energjinë ty. Jo, atër pse ti? Kush ta dha drejt? Edhe është gjuna edhe për popullin. Te ka gjithmonë një humbës në këtë pjesë. Po, është gjuna edhe për njerëz tjerë. Po ato njerëz si Se ata njerëz negative, tjerë- ato janë më pak se ato njerëz si janë Yeah. pozitive dhe krejt ato populli si Po se edhe ata njerëz Are gonna benefit i kanë from it. syt te te. Ata kujtojnë se ti e ka bë diçka, kur një kohë ti kur gjë si ka bë. Asi gjë si ka bë, vetëm ka mendos si kur e ka bë. çfarë do të thotë të jesh shqiptar? Sot. Janë dy gjëna. Ti je shqiptar me fjalë, edhe ti je shqiptar me zemër. Janë dy gjëna ndryshme. Dhe më thonë, ti je shqiptar është vepra që të rëga. Ti mu me dalë me bon Shqiponja, me gishta, me duar, me vërtit, jam shqiptar, no. Është zemra që ke bo ti. Veprat. Vepra. Po. Ato të regojnë kush jeti. Edhe, a di kush, ku kena me të regojnë se kush është shqiptari, mas i 100 vjeç kena me ka me dalë, kush ka qenë shqiptar, kush është shqiptar, kush ka ba, kush krejt, atër do të regohen. Ne kemi bukën e këtë kur vdes atëherë thonë, ai ka qenë njëri i mirë. Se kur Atër do të regohen veprat. Po. Vetëm ato që nuk vdesin kur. Shqiptar është vështirë me qenë. Du t'jesh vepër, du t'jesh njeri. Të bësh veprën e mirë, du dish si me dash Shqipnin, nuk duhet Shqipnia me gishta. Të që gishtat me bërë Shqiponjë.
Çfarë këshilli do të jepje rinisë shqiptare? Rinisë shqiptare do jepsha këtë këshill. Bëni për vendin tuaj, mas pari bëni për veten, se pos qëtë vetja nuk mund ndihmoni asnjë. E dyta, bëni për vendin tuaj, se atë vend është e jona, nuk na ka fal kush për kanë fitu me gjak ata njerëz. Dhe mundoni mos u dërzoni, se ata ai popull atje e din që i kanë shpresat e ju. Edhe po dërzuhet ju, ata janë dërzuar. Kështu që mos u dërzoni ju, po bëni diçka për ata njerëz. Jeni të mëshëm, keni marrë shkollat të tënë, mundësit i keni, kështu që bëni, ju mbledhuni, ju jeni ata që mbledheni e bëni ndryshim për atë vend. Këshill shumë e bukur. Unë po ta të një pyetje që pak më ndryshe, cila do të jetë ajo legacia jote që do lësh mbrapa? Unë mjaftoj që mrapa po lë të paktën 2 breza po i lë të pasim i lum. Besoj se edhe një brez tjetër do të lë të pasim i lum. Dhe këto vallet e mia muzikë teme që kam do e lë që ta trashëgojnë edhe pak. Dhe që e bona me shpirt, me zemër. Ato që pata unë ma pa donë Zoti adhurat e lash këto nuk do e marrë me vete. Edhe tonë shqiptarve, pa dalim, ku janë të në botë, ja uroj të natë mirat e inshallah Zoti i bashko. Se na kanë shpërnda të njëtën, janë mundu me na shpërnda tjertë, po inshallah na bashko. Është ardhë koha me na bashkua, me u bashkua. Se po s'u bashkuam, nuk kanë me na gjithë sopat ma. Po, shumë e drejtë. Angelina, shumë faleminderit ishe këtu në emisionin ton. Të urojmë sa më shumë sukses edhe të vazhdosh punën tënde fisnike që e ke bërë dhe vazhdon ta bësh dhe shpresojmë të na lësh sa më shumë breza trashëgimi kulturore. Faleminderit edhe nga ju. Ju uroj shumë suksese edhe për zonin të kena nevojë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Mirupafshim. Mirupafshim.